Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Kryeministri Stella Mickovski pranoi se ligji për përfaqësim të drejtë administratot miratohet nga qeveria deri në datën 24 qershor. Në intervistë televizive, shefi i qeverisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut pranoi se pas miratimit nga Këshilli i Ministrave ligji do të dërgohet në Komisionin e Venecias. Pas kësaj do të pasojë miratimi i tij nga Parlamenti. Nëse gjithçka është në rregull, do ta dërgojmë në Parlament në mënyrë që të miratohet dhe politikanët që po përpiqen të shkaktojnë polarizim etnik nuk do ta kenë më si temë, tha kryeministri i Republikës Maqedonisë së Veriut, Stella Mickovski. Ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat është kthyer në një objekt për përplasje në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut. Deputeti i Frontit Evropian Ilir Hasani kërkoi nga zëvendës kryeministri për qeverisje të mirë Arben Fetaj informacion mbi rrugtimin e projektligjit. Krahas asaj kërkoi informacion mbi emrat e ekipit të ekspertëve që po përgatit ligjin. Për artimin e tij ai kërkoi të ketë përfaqësues nga opozita. Dhe një vit kaloi duke e bën atë ligj. Edhe ato po premtoni se do e bëni ligjin më të mirë se ligjin për përdorimin e gjuhëve. Edhe ato spari do e çoni në Venedik, pak të shëtitit aty në për ujë. Nuk e di se kur do kthehet prej Venedikut. Ndërsa zëvendës kryeministri Arben Fetaj akuzoi BD-n se për 20 vite me radhë nuk e ka rregulluar me ligj çështjen e përfaqësimit të drejtë në përputhje me marrëveshjen e orit. Si në çështjen e gjuhës, si në çështjen e decentralizimit dhe të gjitha çështjet tjera që janë bërthama e marrëveshjes orit apo shtyllat e marrëveshjes, ju keni sjellur improvizime të njëpasnjëshme. Nuk keni rregulluar me ligj asnjë çështje, sepse keni qenë më të zënë me tendera, me malverzime dhe me korrupsion. Tash, unë du t'ju pyes, a jeni ju ato trima që keni lënë Akademinë e Shkencave me 0 përfaqësues shqiptar aty? Tha Arben Fetaj, zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut. Rajoni. Dështonte përpjekja e 31 për konstituimin e Kuvendit Kosovës, sërish deputetët nuk kanë votuar për komisionin i cili do të mundësonte votim të fshehtë të kandidates për kryetare të Kuvendit Albulena Axhiu. Ndonse në seancë ishin 87 deputet, në votim morën pjesë vetëm 47, të cilët ishin pro komisionit, por që pjesa tjetër e deputetëve nuk morën pjesë në votim, duke mos pasur quorum për vendimarrje. Seanca e radhës është caktuar për në 15 qershor në orën 11. Kandidati e vetme për kryetare e Kuvendit Kosovës, Albulena Axhiu, është kundër propozimit të LDK-s për qeveri të unitetit kombëtar. Deputetja vetëvendosjes ka quajtur absurde edhe idenë që LDK-ja nuk mund të formojë një qeveri pa përfshirjen e Partisë Demokratike të Kosovës. Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Artan Abrashi, kritikoi opozitën pas dështimit të radhës të seancës plenare, duke i quajtur këtë si vazhdim të bllokadës politike. Abrashi shtoi se nuk ka qenë asnjëherë problem emri Albulena Axhiut, ndërsa ju shpreh habitur që lideri i LDK-s Lumir Abdigjiku pret pajtim për çështje të mëdha kur nuk ka gatishmëri as për ngritjen e një komisioni me votim të fshehtë. Nuk e kuptojmë ne arsyen e propozimit të një lloj qeverie të unitetit. Zakonisht, me njohuritë tona, propozimet e tilla për qeveri të unitetit bëhen në situata të jashtëzakonshme, kur ka ndonjë rrezik të madh për vendin ton e ai rrezik qoftë i jashtëm apo i brendshëm kërkon një veprim të tillë. Pas dështimit të seancës së radhës konstituive, LDK-ja kujtoi se është e vetmja që ofron zgjidhje për daljen nga kriza. Deputeti Ekrem Hysseni tha se kjo forcë politike e sheh me shqetësim këtë situatë krijuar në Kuvendin e Kosovës. Me qënë se është propozimi i vetëm deri tani, nuk kemi pas një propozim tjetër ose edhe një aktivitet më të vogël politik që dilet nga kjo krizë, ne e vlerësojmë që është një plan jashtëzakonisht i menduar mirë që dilet nga kjo krizë dhe përgjegjësitë i marrin të gjithë konform fuqisë politike që kanë. Ishte Ekrem Hysseni nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës ju bashkua kritikave. Sekretari e përgjithshme Vlora Çitaku tha se nuk ka fjalë shqip që përshkruan absurditetin e situatës krijuar në Kuvendin e Kosovës. Kemi pa tash disa muaj një shpërfaqje të shkallës së lartë të papërgjegjësisë dhe mungesës së ndjeshmërisë në raport me qytetarin që na ka votuar këtu për t'u zgjidhur problemet atyre. Tash e disa muaj ne flasim për brengat e politikanëve, jo për hallet e qytetarëve. Edhe njëherë bëjmë thirrje për reflektim. Jakub Krasniqit, Kadri Veseli dhe Recep Selimit ju refuzua kërkesa me lirim me kusht të përkohshëm duke ju vazhduar paraburgimi.
Hashim Thaçi nuk ka parashtruar një kërkesë të tillë. Sikurse për Krasniqin dhe për Veselin dhe Selimin thuhet se ekziston rreziku të pengojnë procedurat dhe të kryejnë veprime penale ndaj atyre që perceptohen si kundërshtar të UÇK-s. Trupi gjykues thotë se nuk është i bindur se masat e propozuara nga policia e Kosovës mund të zbusin rreziqet përkatëse që dalin nga lirimi i përkohshëm. Arrestojnë në Kosovë 4 zyrtarë të Ministrisë së Infrastrukturës për licencimin e autoshkollave. Dyshohet për keqpërdorim të detyrës. Mësohet se arrestimi i tyre ndërlidhet me çështjen e licencimit të shkollave. Gjatë një operacioni policor në Prishtinë, Gjilan dhe Gjakov, policia më 29 maj arrestoi 11 të dyshuar për keqpërdorime me patent shofer. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Plotësohen vakancat për prokuror nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë dhe SPAK. Lajmi është konfirmuar nga Ministri i Drejtësisë Ulci Manja gjatë një takimi me institucionet e drejtësisë dhe partnerët ndërkombëtar. Takimi u zhvillua në kuadër të zbatimit të strategjisë ndërsektoriale të drejtësisë 2024-2030 dhe në vazhdën e përpjekjeve për përmirësimin e sistemit të drejtësisë në Shqipëri. Ministri i Drejtësisë nënvizoi gjithashtu sfidat e mbetura dhe nevojën për koordinim të ngushtë në procesin e integrimit evropian, që vazhdon të jetë prioriteti kryesor i qeverisë shqiptare. Janë hapur negociatat për 24 kapituj dhe presim që vjeshta të na gjejë me të tjerë kapituj të hapur. Ndaj kjo strategji ndërsektoriale përfaqëson një angazhim të qartë për të ndërtuar një sistem drejtësie të pavarur, efikas dhe të besueshëm në përputhje me standardet dhe me angazhimet tona me Bashkimin Evropian. Gjykata kushtetuese në Shqipëri pretendon për përpjekje për ndikim nga qeveria në vendimmarrje pas paralajmërimeve të kryeministrit Edi Rama. Në reagimin e gjykatës thuhet se deklarata e kryeministrit Edi Rama, ku i bëhet thirrje të mos lajthisë duke miratuar kërkesën e Unionit të Gjyqtarëve, të cilën kërkoi rritje pagash me 700 euro, janë përpjekje për të vënë në dyshim autoritetin dhe reputacionin e saj, dhe që do të cënonte parimet themelore të shtetit të së drejtës. Gjykata kushtetuese siguron publikun dhe palët në proces se ajo është e pavarur në ushtrimin e funksionit të saj kushtetues dhe nuk ndikohet prej tyre në veprimtarinë ose vendimarrjen e saj. Një ditë më parë, kryeministri Edi Rama e cilësoi kërkesën e Unionit të Gjyqtarëve të depozituar në gjykatë kushtetuese për rritje pagash si skandaloze. Kundërshtimi për rritje të pagave të gjyqtarëve ka bërë bashkë kryeministrin Edi Rama dhe kryetarin e Partisë Demokratike. Në një konferencë përshtyp, Sali Berisha deklaroi se gjyqtarët dhe prokurorët në Shqipëri kanë ndër pagat më të larta në rajon, duke shtuar se në disa raste ato janë të barazvlefshme me ato të vendeve të Bashkimit Evropian. E kam theksoj, prokurorët dhe gjykatës në Shqipëri, po prokurorët paguhen më shumë se çdo gjykatë dhe prokuror në të gjithë gatishllit e Ballkanit dhe baras me disa vende të Europës. Nuk ka gjë më absurde dhe kjo vetëm sa u ka rrit Oreksi, por sot ju garantoj se Ryshfeti ka marrë për masat më gjigande në tërë historinë e këtij shteti. Ndërsa nuk munguan dhe akuzat ndaj prokurorëve më në krye Altin Dumanin. Qeveria shqiptare rishikon buxhetin. Këshilli i Ministrave rialokon 118 milionë euro fonde. Sipas Ministrisë së Financave, ky rishikim vjen pas analizës së ecurisë së projekteve gjatë 5 mujorit të parë dhe synon përdorimin e fondeve publike në mbështetje të sektorëve prioritar dhe nxitjes investimeve publike. Fondet do të shpërndahen për rialokim të kursimeve të evidentuara në masën 5.6 miliard lekë, me qëllim për të siguruar forcimin e sigurisë digjitale dhe mbështetjen e rritjes ekonomike të qëndrueshme përmes përmirësimit të infrastrukturës kombëtare. Krahas asaj është miratuar një skemë re e garancisë sovrane për sektorin e bujqësisë me një vlerë për rreth 3 miliard lekësh. Presidenti i Partisë së Lirisë Ilir Meta kërkoi zëvendësim të masës së sigurisë arrest me burg, caktuar nga gjykata e posaçme në tetor të vitit kaluar. Mbrojtja e Metës konfirmoi se ka dorëzuar te njëjtë kërkesën për verifikim kushtesh dhe zëvendësim të masës së sigurisë nga arrest të burg në një mas tjetër më të butë. Në argumentet e mbrojtjes pretendonte se në rastin e Metës janë shkelur afate duke kaluar 8 muaj dhe në asnjë rast nuk është paraqitur nga SPAK informacion 2 mujor mbi çështjen. Bota. Izraeli sulmoi pas mesnate centralet bërthamore në Iran. Objektiva të goditën në 8 qytete të ndryshme përfshirë dhe kryeqytetin Teheran. Zyrtarisht thuhet se ushtria izraelite sulmoi të paktën 6 baza rreth Teheranit, përfshirë bazën Parkin, një kompleks prodhimi raketash, i dyshuar në të kaluarën se është përfshirë në teste bërthamore. Avionët luftarak izraelit goditën dhe centralin bërthamor Natanz në jug të Teheranit, si dhe disa pozicione ushtarake të vendosura në periferi të kryeqytetit.
Të paktën 5 persona u vranë dhe 50 të tjerë mbetën plagosur si pasojë e sulmit izraelit në Teheran. Sipas mediave vendase, sulmi goditi disa ndërtesa që strahonin komandant të lartë ushtarak iranian. Një zyrtar izraelit i mbrojtjes tha se operacioni kishte në shënjestër edhe shtabin e përgjithshëm iranian, përfshir shefin e shtabit dhe shkencëtarët kryesor bërthamor. Për pasojë mbetën të vrarë shkencëtari bërthamor Mohamed Mehdi Tehranki dhe ish kreu organizatës energjisë atomike të Iranit Fereidoun Abazi. Mes të vrarëve është dhe komandanti i Gardës Revolucionare, Hossein Salami. Sipas mbrojtjes izraelite, sulmi ishte përgjigje agresionit të vazhdueshëm të regjimit iranian kundër Izraelit. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu deklaroi se kishin goditur zemrën e programit të pasurimit bërthamor të Iranit dhe përpjekjet e tij për zhvilluar një armë bërthamore. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. Sipas shefit të qeverisë izraelite, sulmi kishte në shënjestër impiantin kryesor të pasurimit të Iranit në Natanz, si dhe shkencëtarët kryesor bërthamor iranian të përfshirë në zhvillimin e bombës dhe thelbin e programit të raketeve balistike të vendit. Ne do të vazhdojmë për ditë të tëra për aq kohë sa duhet. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. Paralajmëroi Benjamin Netanyahu. E minjëhershme ishte edhe përgjigjja e Iranit pas sulmit të Izraelit. 100 dronë u nisën drejt Izraelit nga ushtria iraniane. Lajmi u konfirmua nga zëdhënësi i forcave të mbrojtjes së Izraelit, General Brigade Efei Defrin. Izraeli shpall gjendjen e jashtëzakonshme. Shtetet e Bashkuara të Amerikës pranojnë se kanë qenë në dieni të operacionit izraelit ndaj objektivave të përfshirë në prodhimin e armëve bërthamore. Presidenti i SBA-s Donald Trump tha në një intervistë me Fox News se ai e dinte paraprakisht për planet e Izraelit për sulmuar Iranin, por përsëritet se SBA-t nuk ishin të përfshira. Washingtoni shtoi kishte njoftuar të paktën një aleat kyç në lindjen e mesme se sulmi do të ndodhte. Trump theksoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë gati të mbrojnë veten dhe Izraelin në rast të një hakmarrje nga Irani. Unë gjithmonë shpresoj për negociata, tha Trump, duke shtuar se Irani nuk mund të ketë armën bërthamore. Sekretari amerikan i shtetit deklaroi se SBA nuk është angazhuar në sulmet kundër Iranit. Sipas Marco Rubios, përparësia kryesore është të mbrojmë forcat amerikane në rajon. Izraeli na ka komunikuar se beson që ky veprim është i nevojshëm për mbrojtjen e tij, tha sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.